Unë mbaj përgjegjësi për çdo fakt që them, të paktën përpara 800 e ca mijë shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit që më kanë besuar udhëheqjen e këtij vendi. Në qoftë se të tjerët nuk duan as të dëgjojnë, edhe lëre pastaj të besojnë ato që them unë. E përsëris dhe e them me shpirt, po të ishin të vërteta ato që ju është mbushur mendja se janë ashtu siç ju a kanë thënë, shkruar, treguar në kanalet e internetit, do isha dhe unë po aq i neveritur. Sa më duket se janë disa prej jush. E vërteta është se po jetojmë këto ditë një nga ato zhvillimet kohës së rrjeteve sociale, ku vende tjera përpara nesh kanë rënë në kurthe të paimagjinueshme, si rezultat i manipulimit masiv të njerëzve me metodat provuara dhe në disa raste edhe demaskuar në vende tjera. Prandaj, unë cili do që është interesuar vërtet për të mbrojtur interesin publik, që është i interesuar vërtet për mjedisin, biodiversitetin, të ardhmen e shpendve në zonën ku të zhvillohet projekti Zvërnecit apo në ishullin e Sazanit, i them se faktet që ne kemi dispozicion duhet të jenë normalisht më së mjaftueshme për të qetësuar shpirtin e kujtdo në këtë drejtim. Prandaj bujru me jani t'i dëgjoni, jani të shikoni dhe jani t'i verifikoni vetë faktet. Jani të merrni provat e nevojshme për të ndjerë jo vetëm të lehtësuar, po dhe krenar, për të ndjerë krenar, përse si institucionet tona e kanë përfaqësuar, qoftë në lidhje me interesimin për Sazanin, qoftë në lidhje me procesin e aplikimeve